Që të realizosh diçka në këtë dynja, mundohu që asnjëherë mos bësh pra ato krahasimet në mënyrë që ta thysh veten. Pra një krahasim me një tjetër për shembull që është më lart se ti. Vjen në një hadith profetit alayhis salam që transmetohet tek Suneni i Tirmidhiut. Pra shikoni tek ata që janë poshtë jush, e mos shikoni tek ata që janë lart jush. E kjo në mënyrë që mos ta nënçmoni ose nënvlesoni mirësinë e Allahut ndaj jush. Kështu kuptohet prej hadithit. Prandaj vllai i nderuar, motër e nderuar, për shembull ti vendos një qëllim. E zem mësimin e Kur'anit përmendesh. Atëherë ti përpiqu. Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzve i ka dhënë aftësi, mundësi të ndryshme. Ti shikoje veten se ku je. Sa mundësi ke ti, sa kohë ke ti, çfarë programi mund të ndjekësh ti. Edhe bismillah, mbështetju Allahut lartësuar. Që ta realizosh. Në fund, pra ta arrish, ta realizosh këtë qëllim, ta mësosh për shembull Kur'anin përmendesh. Ndoshta mund të marrë kohë, por edhe në program për shembull, dikush, Allahu subhanahu wa ta'ala dikujt i ka dhënë aftësi që ai mëson shumë shpejt. Ti ndoshta nuk i ke mundësit, e ke kohën pra të angazhuar, je i angazhuar me shumë gjëra tjera. E programon. Ndoshta me një kohë më të gjatë. Por përpiqesh, mbështetju Allahut lartësuar, dhe asnjëherë pra mos u mundo që të shikosh vetëm ata që janë lart teje, e pra se kjo do të e çon njeriu që të nënçmoj ato mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala të ka dhënë ty mendjen, të ka dhënë shëndetin. Ke edhe ti një kohë, ka njerëz që ndoshta nuk e kanë mendjen, nuk e kanë shëndetin, nuk e kanë fare kohën, mundësinë. Ti pra mundohu të shikosh këto mirësi që të ka dhënë Allahu i lartësuar, të shikosh tek ata që janë poshtë teje në mënyrë që të arrish inshallah të falenderosh Zotin për mirësitë, por edhe të realizosh diçka në jetën tënde. Elusim Allahun e lartësuar që të na jap sukses, të bëjmë sa më shumë vepra të mira, e të realizojmë sa më shumë gjëra të mira në këtë dynja, në mënyrë që të fitojmë kënaqësinë e të Madhit Zot, e të fitojmë xhenetin e Allahut lartësuar në botën tjetër.